për ta shpëtuar. E kanë shpëtuar se e din shumë mirë që Kelly rrezikon. Po ndoshta dhe e është kanë ajo. shpëtuar që të më vënë mua përballë teje. Dhe ore po them kjo është. është. Po mirë, dihet që Xeni është më i dopti i gjithëve ne që jemi në televotim. Nuk mund ta dim. Me qa po bën këtu më shpirti? Me qa po bën këtu? E kemi të qartë këtë. Gjërat nuk mund ta dim. Ato Nuk mund t'i dim, nuk jemi jashtë neve si dukemi. Shpirti. Sinqerisht. Nuk po them si shifet jashtë, po them qa shofën këtu brënda, si të shifja që do dilte Krisa, si të shifja që do dilte Tiri, si të shifja që do dilte Bona. Qa shofën këtu? E shof këtë dhe po ta them ty. Opinioni imi kjo. Po, pa tjetër mo. Pa tjetër. Por, gjithashtu jam shumë i sigurt që këtë gjën e kanë bërë Kastile duke ditur që Kelly është. Unë e kam thënë, unë e kam thënë zë kësaj. Që ju mblidheni dhe nominoni lojtarin më të dobët. Unë e kam thënë këtë gjë, se kështu doli Tiri në nominim që javën e parë. Prandaj e kanë hequr Kellyn. Këtë po them. Unë i dobët nuk jam, as nuk e konsideroj veten të dobët. Nuk ta kam thënë. Por këta mendojnë që duke më përballur mua me ty, me Jozin që e ktheu publiku, me atë se diti se si do i gjykojnë tani për qendrimin që po bën. Patjetër, nuk po them që gjykohet një lloj apo më keq apo më mirë, patjetër, nuk po them këtë. Po shpjegoj teorinë që ata kanë në tru, që është kjo. E kanë të diskutuar. Sipas një mendësimi tënd. Se ati i shpëtoj që tha do nëzirë me vota. Si pas amencimi im, dhe ajo që më tha Xeni, do të nëzirë me vota. Po pra, se a i me ndonë me të vetën që bëhet nominim normal. Dhe këta e pas kanë diskutuar me kode, me fjallë të tjera, po ku di unë qa, dhe kanë diskutuar. Mjo më vini natë se janë njës me cilit unë ka kam ndejtur. I kam ofruar kohën time, shoqërinë time. Të gjithë, rinë me të gjithë këtu në shtëpi. Jo,